Selamu alaikum dëgjues dhe miq të nderuar të radios dituriaislame.com. Ju përshëndesim të gjithë juve që në këto momente jeni duke dëgjuar valët e radios Dituria Islame dhe kemi ardhur edhe sonte drejt për së drejti në transmetim në Radio Dituria Islame, po ashtu dhe në YouTube dhe në Facebook jemi në transmetim të drejt për drejt. Sonte në këtë emision të drejt për drejt do të jemi me e kemi Hafezin Hajredin Hoxha, të cilin e përshëndesim dhe e falenderojmë për pjesëmarrjen edhe sonte në emision. Selamu alaikum, mirë se keni ardhur në program. Aleikum selam wa rahmatullah. Të nderuar dëgjues, sonte do të trajtojmë së bashku me Hafezin e nderuar temën Kurani dhe shqiptarët. Është një temë për të cilën do të flas, por paraprakisht sigurisht me që e kemi për herë të parë sonte në emision, e lusim Hafezin e nderuar që të na i thot 2-3 fjalë rreth aktivitetit të tij dhe rreth asaj se cilat janë veprimtaritë e tij dhe studimet e tij sigurisht që deri tani i bën. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Gjitha falënderimet në qofshin dhe i takojnë Allahu xhalla shanuhu, salavatet tona, selamet tona, të gjithë së bashku, ja dërgojmë pejgamberit më të mirë, zotëriu të gjithë pejgamberëve, të dashurit tonë, Muhammedit alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij, dhe për të gjithë ata të cilët e kanë ndjekë dhe ndjekin në rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj jete. Ju përshëndes edhe unë ju me zemër radios Dituria Islame, kudo që t'jeni në diasporë nga Katari, nga Doha. Për ndryshe, vllau juaj shërbiusi i Kuranit dhe muslimanëve, Hafez Hajredin Hoxha lindi në Prizren në vitin 1983, shkollën fillore në vendlindje, pastaj rrugën e Gërbetit e morën në vitin 1983 për në Damask të Siris, ku 6 vite kryen dhe diplomuam në shkollën Medresetul Furqan, një shkollë mjaft e njohur dhe e ditur. Pastaj kthehemi në vendlindje për të vazhduar më tej fakultetin e Kuranit Kerimit dhe studimeve islame në Medina Munawwara në Universitetin Islamik vitet 90-94. Të thotë 6 vite në Damask 93, 1983 dhe 1989, pastaj një vit pauzë, shkaku i pranimit, pastaj 90-94 fakulteti në Damask, në Medinet Arabisë Saudite, pastaj përsëri kthehemi në vendlindje, ku punojmë si imam dhe hatib dhe profesor i lëndës së Kuranit në medresen Alauddin Paralele në Prizren për 2 vite. Vazhdojmë studimet e larta në Malezi, viti 96 fundi, fillimi 97-s, para se të krijë lufta. Ku në Malezi qëndrojmë për magjistraturë dhe doktoraturë afër 8 vite. Pastaj me punë kemi punuar në Universitetin Islamik Internacional në Malezi, Kuala Lumpur, ligjerim anglisht dhe arabisht. Pastaj me kontratë kemi punuar në Universitetin Taibat në Medina Munawwara për 5 vite. Pastaj në Universitetin Islamik në Brunei, Darussalam. Pas Bruneit kthehemi në Katar, ku do tani jemi për Universitetet e Katarit duke ligjeruar shkencët kuranore, tefsirin, lëndën e Kuranit, e lëndë të tjera që kanë bëjë rreth shkencave kuranore. Dhe në Katar jemi që nga viti 2011 deri në momentin ku po flasim dhe i po ndëgjoni këtë fjalë. Shumë në pika shkurta ishte kjo një biografi. Këto vitet, afër 30 vitet qarkullimit në përbot, dëgjues të nderuar, mundeni me gjetë detale në website-in tim drhafazi.net, drhafazi.net. Dhe aty do të thotë keni diçka më tepër me ndëgju. Besoj që për moderatorin
që kjo hyrje e shkurt Ishte mjaftueshme për dëgjuesit. Nëse ka diçka më tepër bujron, jemi gati. Faleminderit për juve që na keni nderuar në këtë intervistë. Patjetër. Faleminderit juve edhe shumë kënaqësi që sonte kemi të bëjmë së bashku në këtë realizim të këtij emisioni dhe shpresoj që edhe ju do të ndani të kënaqur nga pyetjet që do t'i bëjmë dëgjuesit tanë në pjesën e dytë të programit. Ndërsa duke pas parasysh që sonte keni zgjedhur të trajtoni një temë mjaft interesante dhe mjaft të rëndësishme, siç është Kurani dhe shqiptarët, unë sigurisht me lejen tuaj do t'ju jepja fjalën që të nisim një ligjerim të shkurtër rreth kësaj teme. Më pas në vazhdim të këtij transmetimi do të bashkangjiten edhe pyetjet e dëgjuesve tanë që kanë të bëjnë me këtë temë dhe të drejtuar ndaj jush. Në rregull. Me në vërtet kjo temë është një temë shumë e rëndësishme sipas mendimit tim, dhe kjo temë i ka rrajt thellë në historinë tonë shqiptare në trojet ballkanike, dhe Kurani, libër i shpallur nga Allahu xhalla shanuhu, është një libër me plot mrekulli gjuhësore, me plot mrekulli historike, me plot mrekulli edhe ndodhive, lajmeve që do të vinë pas el-ghaibiyat, i thënë gjuhën arabe. Kurani është përplot mrekulli edhe me tekstin e tij të bujshëm. Konstrukti i tekstit kuranor gjuhën arabe është një tekst, i konstrukt i cili nuk shteret kur nga kuptimet, nga interpretimi në çdo kohë, në çdo vend, edhe në për çdo gjenerat. Normal, madhëria e Allahu xhalla shanuhu ka dashur që Kurani të shërbehet anë mban botës ku ekzistojnë musliman dhe besimtar, po edhe në këtë fat e kanë pas edhe shqiptarët, dietarë tanë të hershëm, trojet ballkanike, do thotë që nga mesi i dytë i shekullit 18, fillimi i shekullit 19 e 20 e këndej. Kemi dietar mjaft që kanë treguar interesim me atë kohën trojet ballkanike, trojet shqiptare, interesimin e Kuranit. Kemi Hafiz Ali Korçën, komentatorin e shkath dhe me plot kuptimin e fjalës, komentatori kualifikuar i Kuranit. Në komentimin e tij, Kurani i madhnueshëm e thebi i tij, Kurani i madhnueshëm e thebi i tij, që ka shkruajt një koment me rëndësi të madhe do thotë për Kur'an për shqiptarët, po gjatë viteve të komunizmit, burimet historike na flasin që këto komentet janë djegur, regjimi komunist i ka djeg. Po mendimin e Allahu xhalla shanuhu, ne kemi mujt me gjetë burime, do thotë për libraria ndryshme të Tiranës, vitet 2000, kur kemi hulumtuar atje për këtë çështje para 20 viteve afërsisht, dhe kemi has disa komente që janë botuar në revistën Zani i Nalt, që komuniteti musliman shqiptar ka botuar në atë kohë, dhe kemi bërë studime për këtë mufesir, për këtë komentator, që jem shumë i kënaqur edhe shumë kam pas dëshirë që ta kemi në duar tona komentin që kanë djeg. Mirë po, ka qenë caktimi Allahu xhalla shanuhu, por Hafiz Ali Korça, rahmeti pas shpirti, kalon do të pas ti, kalon histori të madhe sa i përket shërbimet të Kuranit dhe shkencave kuranore. Kemi komentatorin mocanikun e tij, Hafiz Ibrahim Dalliun, po ashtu edhe ai i ka shërbiu Kuranit një shërbim kështu metodologjik, sistematik, shkencor. Në komentin e tij ai ka kuptimeve të Kuranit, dhe për fat të mirë ne kemi pas mundësinë që 1/3 komentime të Kuranit të gjendet në duart tona sot dhe është e botuar, ndërsa komentimi gjerë në fund nuk e ka pas fatin për ma komentuar gjerë në fund. Kështu flasim burime dhe nuk posedojmë komplet
komentimin e tij. Këta dy dietarë në mëdhej, Hafiz Ali Korça dhe Hafiz Ibrahim Dalliu, kemi pastaj dietarë edhe tjerë që janë marrë me studime e Kuranit, që kanë qenë shqiptarë dhe orientalistë, si Ferid Vokopola, Vexhi Buharaja, e tjerë, ata kanë bërë përkthimet e disa kaptinave të disa surave të Kuranit, përkthim, do thotë kështu, tekstual. Ka mundësi të madhe se kanë njohur shumë gjuhë të orientalistë, me bo direkt nga arabishtja, po dhe ka mundësi të madhe të thotë që është po edhe siç flasin burime të nga gjuha angleze, përkthimin e parë Ilo Mitko Qafzezi, që e ka bërë do të thotë nga gjuha angleze Richard Bell, që janë përkthyesi i parë atëherë, do thotë një nga përkthyesit e hershëm të gjuhës angleze, e nga ajo gjuhë ka përkthyer edhe do thotë ky autori shqiptar që s'ka qenë musliman, nuk ka qenë musliman, Ilo Mitko Qafzezi, po historia flet kështu dhe duhet të thotë ta pranojmë këtë si realitet. Kurani, libër që shërbehet ditë e natë me lexim e me komentim, nuk u ndal këto pika. Kemi pas troja e tona hafizler, do thotë hafizllar të ndryshëm dhe të shumt, dhe që kanë bërë dhe dietar dhe akademik, ju kanë qasë i studimit. Përmendim profesorin Fethi Mehdiun, profesor doktor Fethi Mehdiun, përmendim profesorin Mulla Emin Bahramin, profesorin e medresës për punime që e ka bërë të Kuranit, përmendim hoxhën e hoxhallarëve të Kosovës, hoxhën tonë Rahmeti pas shpirti, Haxhi Sherif Ahmetin, që do thotë me ekipin e tij që kanë përkthyer edhe Kuranin e gjuhën shqipe që sot e kemi. Përmendim hoxhën dhe dietarin nga Azhari Hasan Nahi, hoxh Hasan Nahi dhe përkthimi i Kuranit që është botuar edhe disa herë kohë të fundit tani në Institutin e Mendimit Islam në Tiranë, që ka qenë drejtori i atij instituti kolegu ynë i nderuar profesor doktor Ramiz Zekaj, dhe po ashtu janë paraqitur edhe përkthimet e Kuranit gjuhën shqipe, do thotë nga disa studiues orientalist, disa kanë qenë jo shqiptar, nga viseve aziatike, nga India, nga Pakistani, me drejtime dhe mezhebe, do thotë jo të ehli sunnetit, kanë bërë përkthimin e Kuranit, drejtimit Kadianit. Kemi pastaj edhe kohë të fundit kemi hasë disa drejtime që ka thash nga disa orientalistë nga djemtri, do thotë nga Kosova, përkthimi i Kuranit kështu nëse s'ga bëj quhet, dhe ne kam kopjen e tij, në Zvicër pa ta marrë këtë kopje në takimin tim të fundit 2015. Vazhdon Kurani ende duke u shërbyer, do thotë në qarqe të ndryshme, trojeve në vendet tona, në qendrat të hifzit, të hafozllëkut, e kemi në Gjakov qendrën e hifzit të Kuranit, e kemi edhe në Prizren tani qendrën e hifzit të Kuranit që mbahet në qyet nga vëllezërit tanë nga Turqia, po ashtu në Gjakov i rëbahet ajo shkolla e hifzit në medresen e madhe aty nga vëllezërit tanë nga Turqia. Edhe në xhamiat tona imamët tanë punojnë dhe i kushtojnë në rëndësi, do thotë, ato kapacitetet e tyre për besimet islam në përgjithësi, po edhe mësimin e Kuranit, do thotë, ka që bëjnë hatme, hyn në shkronjat gjuhës arabe, dhe pastaj përfundojnë edhe leximin e Kuranit para imamit, para mësuesit e tyre. Kemi edhe ashtu shoqër. Mirë, po në krahasim me Maqedoninë dhe Tetovën, Kosova këtë aspekt është mbrapa pak. Do ta pranojmë këtë realitet, atje pak janë më të organizuar këtë aspekt dhe më shumë punojnë në përxhamia dhe bëjnë hatme fëmijët më shumë. Sa i përket në aspektin akademik, apo jemi ndëgjuar moderator? Po ndihem mirë? Po, gjithçka është në rregull, po ju dëgjojmë patjetër. Sa i përket aspektit akademik, na kemi problem këtë aspekt pak tani në medreset Kosovës, po dhe fakultet,
studimeve islame të Kosovës, Kurani nuk shërbehet ashtu si duhet në aspektin metodologjik të mirëfillt, siç kemi studiuar në ato trojet arabe, tokat arabe, në për fakultetet të ndryshme. Do thotë këtu një problem pedagogjik dhe akademik që duhet të ulen profesorët e tefsirit të komentimit të Kuranit dhe ata të specializuar rreth Kuranit dhe ata përpilojnë një tekst shkollor për nivelin e mesatar, shkollës së mesme, po edhe një tekst do thotë për nivelin bachelor, do thotë digri për fakultet, ashtu që kemi mësuar për universitete. Do thotë të zgjidhen ajete tematike nga Kurani, ajete të ndryshme me tema të ndryshme, të bëhet përkthimi i tekstit, pastaj të elaborohet shkaku i zbritjes, pastaj të shtjellohen ato fjalë të huaja, të çka nuk janë të kuptueshme, e pastaj edhe mësimet dhe leksionet e përfituara nga këto ajete tematik. Marrim temën e vllazërisë islame në Kur'an, ajetet çka kanë bënë me këtë çështje, marrim temat rreth familjes, rëndësia familjes, martesa, marrim çështjen, do thotë edukimi i fëmijëve, përgjegjësia familjare ndaj fëmijëve, përgjegjësia e muslimanëve ndaj ummetit, ndaj njëri tjetrit, dashuria mes muslimanëve, tema të ndryshme, qindra tema kemi në Kur'an. Kësaj i thënë gjuhën arabe shkencën e tefsirit, komentimet e Kur'anit, tefsir al-mawdu'i, tefsir do të thonë tematik, e pastaj bëhet tefsir tahlili, tefsir analitik, e pastaj bëhet tefsir ilmi, tefsir shkencor, do të thonë që komentohet Kur'ani në hija, po do të thonë të zbulimeve shkencore bashkëkohore, e pastaj bëhet tefsire, do të thonë me metodologjia të ndryshme, të cilët për momentin nuk po du me një thellë për që dëgjuesi mos hutohet. Do të thotë, unë që nga vitin 96 jam larg nga Kosova, në trojet arabe, në Arabinë Saudite, në Malezi, në Brunei, në Katar, në 7 universitete që ligjerojmë për studentat master dhe që korrigjojmë temat e tyre dhe për doktorat, për doktoraturat, çka po bëjmë na këtu, shqiptarët tanë, vëllezërit tanë, kolegët e mirë nuk kanë ka bëjnë atje. Se ka shumë çka të flitet pse. Po mjafton këtë intervistë me tregu këtë realitet, do thotë këtë gajle, këtë mesazh që çka kanë më përpara më herët, o xhallar tanë që e përmendëm pika shkurtëra, na tani nuk jemi të bë. Shqiptarët, do të thonë tash edhe lidhja e tyre dhe relacioni i tyre apo me Kur'anin, besa unë si shërbyesi Kur'anit apo me fjalë tjera me modesti po them, apo si specializues i Kur'anit, do të shkencës së tefsirit, leximeve të Kur'anit, nuk jam i kënaqur, nuk më me ta bën të qefin në aspektin akademik dhe fetar me tha mirë e ka. Nuk e kanë mirë. Edhe nuk është mirë për çet arsye edhe Kur'ani do thotë është duke u stagnuar me një gjendje do thotë s'po them mjerueshme, po me një gjendje që ka vazhduar për shumë vite të tërë, dhe në kohën e komunizmit kështu. Nuk është situata për më gëzuar tani me këto kushte tani që posedojmë, teknologjinë, mjetet e informimit, mjetet sociale, do thotë nga ne pritet më shumë diçka. Këtë fushë e mos flasim që unë kam thirrë punimet e mia dhe librin tim Doktrinat e tefsirit që i thras lexuesit të ndershëm në të futën në website-in tim drahafizi.net, në ti downloadoni, shkarkoni të librat gratis. Keni shumë libra aty për izat Zotit që kemi shkruajt lidhje me Kur'anin, komentimin e Kur'anit, edhe fushave tjera. Në radhë të parë keni edhe doktrinat e tefsirit në troje shqiptare ballkanike. Aty keni me pasë ku jemi na, do të thotë, dhe çka duhet me bë për këtë Kur'an. Prandaj gjendja aktuale, analiza jonë, diagnoza jonë për këtë gjendjen aktuale shqiptare dhe Kur'anit, mund me thonë që përpara kemi qenë më aktiv, dietarë dhe ulemat kanë qenë më gjallë, më kapur për Kur'anin, më i kanë shërbyer Kur'anit, në ato kushte të rënda, në ato rrethana të vështira sociale, politike, po ndërsa sot bili do thotë kemi një largim, bili do është edhe tash pyetje tjera më vonë të futemi, pak edhe jem duke shku sipas metodës perëndimore orientaliste
në kuptimin e Kuranit. Gjë që refuzohet nga dietarë të mëdhej islam, gjë që nuk pranohet në komentimin e Kuranit, që na të huazohemi nga jo muslimanët, jo besimtarët orientalistë që kanë studiuar Kur'anin dhe fenë për çështje ndryshme, për qëllime të ndryshme, e këta gjëra tashti të thot dikush që shërbehet edhe fakultetin ton studimeve islame me mendimet e tyre, futet orientalizmi dhe Kur'ani, kontributi i tyre dhe Kur'ani, the western approach, si thënë anglisht, do në thonë ata si me thot qasjet perëndimore rreth Kuranit, a nuk guxojmë me hap derën e qasjeve perëndimore që kanë ka studiuar perëndimin e Kuranit, pa kuptuar çush musliman të hershëm, dietar të mëdhenj të gjeneratave të hershme të selefus salih, e pastaj deri sot çush e kanë kuptuar ata Kuranin. Po të kuptojmë mirë në bazat e shëndoshta Kuranit, si kanë kuptuar ata, nuk kemi problem do të këtë aspekt. Pastaj për specializues, ata që specializohen, futen thellë, ata do të thotë pastaj futen në qasjet perëndimore, edhe studiojnë mendimet e tyre, pastaj edhe i bëjnë replika, do të thotë shkencore të mirëfillta. Ndërsa studentët tanë, ndoshta edhe nuk dinë as elhamdulillah se si me lexu as bismillahin, apo janë dopt këtë aspekt, as gjuza amën përmend, ndoshta nuk e dinë, as gjuzat e barak, as gjuzul qad sami Allah nuk e dinë përmend, e tash ai e mëson metodën e Ignaz Goldziherit, do të thot metodën e Blasherit, metodën do të thotë Joseph Shachtit, e tjera si ata mirën me Koranin dhe çka kanë folë për Koran e tjerë. Andaj është një gabim metodologjik. Bëj apel të rinia islame, të kolegët e mi, edhe se tani në dimrit kur isha ligjëratën e mia në Fakultetin e Studimeve të Islamit, Fakultetin e Studimeve Islame, e kanë dëgjuar se mundën më referohen në YouTube ligjëratat e mia, do të thotë obligimet tona ndaj Kuranit. Çfarë kushte, çfarë kualifikime duhet me pas e mufessiri bashkohor, e shërbyesi bashkohor i Kuranit për me kuptu. Ku jemi na, çfarë raporte kemi me Kuranin, edhe ligjëratat në online në YouTube janë gati, do të thotë. Besoj që isha i qartë pak një përshkrim shkurt kështu, si për shqiptarët dhe Koranit, nëse ka diçka patjetër po pres nga ju do të thotë. Po, patjetër. Nëse marrim në tërësi duke pas gjithmonë parasysh numrin e hafëzve shqiptar që studiojnë në përgjithsisht në shtetet e lindjes, atje ku janë universitetet e specializuar për këtë. A kemi numër të mjaftueshëm, a kemi kuadra të mjaftueshme që mund të themi se mund të jenë produktiv në të ardhmen për pikërisht si hafëzler si shqiptar hafëzler në kuptim? Po shifre, tash sipas informatave tona që posedojmë, unë po filloj po startoj nga vetja. Gjenerata ime 1994 në Medinë Munawwara, kam qenë shqiptari i parë nga Kosova që ka diplomu në këtë Koran, fakultet Koranit. Me fjalë tjera, hafëz i diplomu dhe i specializuar në leximet të Koranit, me ijazet. Pas meje, ka ardhur kolegu im hafëz Safet Hoxha. Këta dytë kanë qenë, do të thotë, kemi qenë atë cilët kemi diplomuar nga vitin 90. Ndërsa para nesh, 2 vite para nesh, ka qenë një shok i joni, apo një kolegi një hoqë nga Bosnia, Mohamed Fadil Porça dhe në kështu, anë besoj që në Austri është e duke shërbyje, e nga Bosnia pastaj kanë ardhur dhe disa shok tjerë, hafëz Gjabati, hafëz Silveri, e tjerë, nga shqiptarët, dhe thëtë, kam dëgjuar që ka ardhur pastaj edhe një, për Medinë po flas. Nëse dalim tani vendet tjera të lindjes, në Emirate, jam i informuar në kohët fundit që do të thotë edhe aty kanë marrë ijazet disa shokë tanë, vëllezër tanë nga Shkupi dhe DM3, mashallah. Do thotë jam i informuar frek. Pa emri, vallahi kum harum apo halal se e kum lexuar do të këtë informat, jam i informuar mbijet të informimit.
E pastaj kemi shok tjerë hafëzler që kanë diplomuar nga Siria, disa studentë tanë. Hafëz Fatoni që është edhe profesor në Fakultetin e Studimeve Islame nga Prizreni, Hafëz Daud Hoxha, Hafëz Daud Lezi, Faton Bytyqi, nga Prizreni. Pastaj kemi edhe nga Medina që ka pas nesh është edhe Hafëz Osman Bekteshi. Mashallah, dhe një imam në Prizren, edhe ai të thot është një numër, por nuk mundemi me thonë që është një numër i mjaftueshëm ti nderori moderatorat. Nuk mundemi më kënaq, edhe nuk mundemi me thonë që është një numër i mjaftueshëm. Na problem shoqëror troje tona për me mësu Kur'anin, leximin nuk është kjo barikad. Nuk është kjo barikad, edhe xhallarët e vjetër që kanë mësuar do të thotë për shkollat e maqme të na, po edhe tash rinia te leximi do të thotë jenë të bëjë diçka. Është për më të falendëruar, mirë, po është i mjaftueshëm tash studentët që diplomojnë specializim të hafëzllokut normal nuk është numri i tyre mjaftueshëm, po çka është edhe më interesante, edhe nuk janë të mjaftueshëm edhe numri i specialistave, domethënë lexuesve që kanë ixhazetin, senedin, zinxhirin e artë të profesionalistëve të leximit të Kuranit deri te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, akut. Atot sa i përket tash disa për informat për Kosovë, pas me jo kam qenë i pari që ka tash elhamdulillah me këtë, edhe hafiz i parë pas 50 viteve do thot që kam diplomu, pastaj kanë ardhur do thot me ixhazet ata Hafëz Dauti nga Prizreni dhe edhe Hafëz Osmani nga Prizreni. Ata do të tri studentët tanë. Dërsa nga Shkupi kam dëgjuar që janë me ixhazet, e neve na duhet tani me kalu në shkallën e dytë të Kuranit, pas leximit dhe mësimit, t'i bëjmë profesional ta përhapim traditën e ixhazetit të senedit. Domethënë bartësve të Kuranit, hafëzllarëve të Kuranit, që ka shku brez pas brezi, shok pas shoke. Unë e ku marrë për shembull hafëzllokun tim nga profesori im Mahmud Abdul Khalik Gjado. Mahmud Abdul Khalik Gjado ka marrë nga profesori i tij në Egjipt, edhe 32-34 disa zinxhira, persona janë mes meja dhe mes Resulullahit sallallahu alaihi wasallam. E prandaj, kjo numër, kështu është realiteti. Mirë, ku problemi tash të shqiptarëve të Kur'anit, që unë pak aty do thotë ende më shumë ndoshta besoj që takimet tona serike javore nëse vazhdojnë me izin Zotit, na kemi probleme të kuptuarit e Kur'anit dhe me komentimin e Kur'anit. Shokët tanë, kolegët tanë, studentët tanë, po kanë probleme Kur'an, po kanë probleme me arabishtën, me rregullat e arabishtës, në morfologjinë, në sintaksin, në folurit, edhe në leximin e Kur'anit shumica po kanë problem do të thotë. E prandaj na kemi këtu përpara një challenge anglisht i thajnë një tahaddi arabisht. Do të thënë një sfidë të madhe se si me kalu nga niveli i klasës parë të mësimit të Kuranit ku jemi na që sa shumë vite, nivelin e klasës 2 tani për ixhazet, për profesionalizëm, e pastaj që na kemi thirr me kalu tani edhe në nivelin e klasës 3 të tadabbur, të medituarit rreth Kuranit edhe tefsir. Se tadabbur al-Quran, meditimi i Kuranit, me meditu rreth ajeteve, ato mund dalë më menduar. Elhamdulillahi rabbil alamin. Çfarë do të thonë elhamdulillahi rabbil alamin? Çfarë do të thonë fjala elhamd? Pse ka ardhur hamd? Çfarë do të thonë? Çfarë dallim ka hamd dhe shukr? A është njëjtë hamdi dhe shukri? Rabb. Kujt i thënë Rabb gjuhën arabe? Aspektin lingvistik, do të thonë gjuhësor. Çka do të thonë nën kupton fjala Rabb? El alamin, botrat. Sa botra kemi na? Vetëm një botë apo më shumë se një botë? Edhe mund dalë me menduar rreth kësaj do të thotë rreth madhërisë Allahu xhaleshano, rreth madhërisë universit, rreth lloj-llojshmërisë së krijesave të njerë, domethënë krijesës botërore, shtazore, bimore, e tjera, tadabbur. Me jetu do thotë në hijen e Kur'anit. Masi të jeton një herë, dy herë, ashtu do thotë me mendime zhytesh në madhinë e krijesave, në madhinë
e krijesave të Allahu xhaleshanuhu, atëherë ata cilët i posedojnë kushtet jenë të kualifikuar, ata thirrën për në tefsir, për në koment dhe interpretim, edhe me një detajisht do thot me interpretu këtë ajet dhe me nxjerrë mësime nga ato ajetet, mësime që na përkasin jetës tonë të përditshme, domethënë mësimet shpirtërore, mësimet morale, mësimet sociale, mësimet akaidologjike, mësimet metodologjike e tjera. E këtu janë ato shkallët që dietarë thrasin, edhe na po thrasim që populli shqiptar dhe relacioni i tyre me Kur'anin dhe çështjet e tyre me Kur'anin është në gjendje të stagnueshme të thotë. E prandaj pas tilavetit që ka bëjnë tani, duhet me kalu në profesionalizëm, do me thëmë me hapë sa ma shumë me nëzirë hafëzlar, edhe për me dhoni ijazet, ku tani e patëm rastin hafëzin më të ri të Maqedonisë, që kemi, elhamdulillah, kemi autorizu na, është hafëz Hamza Neziri, nga opaja e Kumanovës, djali i Hoxh Lukman Nezirit, ai ka qenë hafëzi më i ri që e koma autorizu që ka lexuar Kur'anin 1 vjet para meja online, dhe pastaj ka orë në Katar këtu dhe është bërë ceremonia e dhënies së ijazetit. Jemi krenar do të me këtë hafëz Allahu e rujt, hafëz i fort, hafëz sjellshëm, hafëz lexim të fort, me tejbit të fort. Inshallah Allah i jep shëndet dhe bereqet. E këtë tradit na duhet me hap shumë atje në Kosovë, në Maqedoninë, në trojet shqiptare. E ta nivelet, do thot, vështrimi im akademik dhe profesional dhe eksperjenca ime tani, do thot na duhet të ngritemi në shkallët më të larta se sa ku jemi, se Kur'ani duhet të futet në jetën tonë, duhet të futet familjet tonë, duhet të futet shoqërinë tonë, tregtinë tonë, biznesin tonë, çka kemi bëjmë na do të thotë për kompani, jetën tonë, transaksionet tona, a janë prezente ligjet kuranore, a janë prezente mësimet kuranore, a janë prezente fjalët e Allahu xhaleshanuhu në mesin tonë familjar, a janë prezente mesin tonë akademik, fjalët e Allahu xhaleshanuhu, ajetet e Kuranit, dispozitat e Kuranit, a janë prezente ato? Do të janë prezente në tregun tonë kur dalim ne për shitblerje, mallën e prisht, a shesim për të mirë, a bëjmë mashtrime në shitje, në matje, se si sillemi me mështerit, kur shesim toka, kur blem toka, kur blem troje, shtëpi, makina, a janë prezente këta do të thotë ligjet kuranore jetën tonë përgjithshme. Këtu mungon një punë akademike dhe punë sistematike rinisë tonë, edhe medreseve tonë edhe fakultetit tonë, që nuk kemi gjende ala me përpilu tekste shkollore, që Kurani me qenë ajo dinamik, me qenë jetën tonë dinamike. Neve na duhet një koment dinamik i Kuranit. E tefsir el haraki, i thënë gjuhën arabe. I koment dinamik të Kuranit, të thotë që Kurani ta zgjoj këtë ummet, ta zgjoj këtë popull. Përgjithësi, arabt ku jemi në e kuku për ata ku jenë e që i ka gjetë, edhe që s'jen të bunu sa duhet, po, kanë me dho përgjigje para Allahut, po, Kurani, elhamdulillah, nuk është vetëm për arab, po është për krejt, popujt, këtë gjyrat, këtë kombet, këtë fiset, bëllit, na të bëjmë diçka, na ta fusim, do thëtë këtë koment dinamik, ta fusim jetën tonë, dhe tjetë një popull, do thëtë, që lexon Kur'an me qëllim të praktikimit. Kështu ka qenë tradita sahabeve, tradita el gjilë el awwal e gjeneratës së parë, gjilën Kur'aniyun ferid, një gjenerat e Kur'anit, do thotë unike, shumë do thotë unique generation, e dalluar, që kanë mësu 5 ajete, 10 ajete dhe i ka shtinë në punë. 5 ajete, 10 ajete dhe i kanë futur. Kështu ka qenë metodologjia e tyre. E jo vetëm me mësu Kur'an sa për gara, e sa për do të thotë kaseta me inqizu, studio me shku, kështu që zotit mjaft kemi. Po nuk është kjo qëllimi, misioni finali Kur'anit dhe bazik. Kjo nuk është. Po, qëllimi kryesor, bazik i Kur'anit është që da të thotë, po, me punu si pas ti. Me mësu, me punu, e pas taj edhe të tjerët me thirë.
natë. Këta janë ato nivelet, do me thonë, këndvështrimet e mia, qasjet e mia, shkrimet tona, ligjëratat tona, edhe në fakultetin e studimeve islame, që isha mysafir të kolegët e mi atje, dhe thotë mundova atyre, dhe thotë shtu, ja bëjmë një vështrim Kur'anit, të nxjerrim mufesir të kualifikuar normal, sa i përket kësaj çështje. Unë kam një ide, apo që me thonë, kam edhe një projekt, se si bëhet kjo. Kjo bëhet duke kur stabilizohet në trojet tona shqiptare, një akademi e Kur'anit. Akademi, dhe thot, për trajnimin e imamave për ta kuptuar Kur'anit. Akademietu tefsir al-Kur'an e Kerim. Apo mërkez tefsir al-Kur'an e Kerim. Jo tilavet al-Kur'an. E me bo trajnime, do thot, javore të imamave tona, do thot, aty, edhe me marë, ka 5 ajete, 10 ajete, edhe mi ushtru ata, kur dalin ligjërata, se si të punë sillen me tekstet kuranore, se si komentohen tekstet, se si nxjerrin mësimet nga Kurani, pastaj grupin tjetër, gjuhën bosnjake, gjuhën shqipe, gjuhën turke, gjuhën angleze. Kjo do thot me këtë mënyrë, kur të bëhet kjo akademi, kur themelohet kjo akademi e tefsirit të Kuranit, besoj me izën e Zotit, atëherë Kurani do të shërbehet në mënyrë universale, edhe kolektivisht, edhe bereqeti saj, apo bereqeti Kuranit ka me qenë i dukshëm, edhe puna muslimanëve ka me qenë i dukshëm, se me xhamatin punojnë, ekipi punon, jo do thot personi, individi. Kush e ka atë fat këtë akademi me themeluar, që na gati kemi librat tona, gati jemi për me shërby kësaj akademie. Lutem Allah xheleshanu edin kush do ta ketë atë fat me themeluar, kështu që bëhet një qendër apo një akademi, jo kundër medreseve. Medreset patjetër duhet me qenë të na, patjetër medreset duhet me ekzistu, fakultete me ekzistu, po kjo akademi, kjo qendër bëhet për mi trajnu ata që ka dalin nga medresja. Imamët 2 javë, 3 javë aty me varë me ndajt, edhe në mënyrë sistematike, që është trajnohen për shembull ato studentët edhe drejtorët e kompanive për leadership, për lider të kompanive, me thonë leadership traits and styles, gjonët i dini fort mirë. Mënyrë, për një javë dhe thot, del imam i aty, i kompletun, edhe del me sy qel, edhe del ligjerat, nuk kallzon ligjerata pralla, edhe nuk futet dhe thot lugave me tema ndryshme pa lidhje, e largohet nga gjendja aktuale, po ka Kur'anin bazë përpara. Një ajet e merr, edhe çat ajet e shtjellon në mënyrë sistematike, metodologjike, qysh na po i mësojmë studentët tanë për universitet. Po. Ja, pyetje e radhës që na vjen nga dëgjuesi i radhës, thotë çka do të thotë fjala Kur'an në aspektin etimologjik dhe çfarë pozicioni ka në rrafshin e lidhjes mes njeriut dhe Zotit. Për shifra Kur'ani në aspektin gjuhësor, para yaqra'un Kur'an, diçka që ka të bëhet me një vend. Aspektin dhe me thonë etimologjik, nëse tash flas gjuhësisht, kështu do të thotë, diçka që ka të bëhet me një vend. Në aspektin e terminologjisë fetare, shkencave të kuranore, il mustalah në arabisht, il mustalah al-ulum al-Quran, do të thotë e ka qëllimin do të thotë një libër i cili lexohet, po dhe i shpallur nga Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet Xhibrilit alayhis salam mbi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam brenda kësaj periudhe kohore 23 vjeçare, po libër i cili çdo shkronjë është barazi, apo barazohet me 10 shpërblime, leximi i tij është ibadet, është mrekulli, do të thotë i sfidon gjitha krijesat, çdo kohë dhe në çdo vend, askush nuk mundet me kompozuar një vjersh apo një vepër si Kurani, fillon me elhamdulillah, mbaron me kul a'udhu bi rabbin nas. Ma thon huwa al-kitab al-munazzal min Allah jalla wa ala ala rasulih sallallahu alaihi wasallam al-muta'abbad bi tilawatihi المعجز بصورة منه نعم المبتدئ نعم بالفاتحة والمختتم ماذا
بالناس الواصل إلينا بالتواتر edhe që ka ardhur tek ne, do thot grup pas grupi, xhamat pas xhamati, që është transmetim i besueshëm, i vërtet. Kjo do thot e ka kuptimin në gjuhën fetarisht dhe etimologjikisht çka thash. E ku ta shohësh tash edhe fetarisht, edhe në aspektin gjuhësor, po ta bën një studim krahasues, ishte që ajetet e Koranit kanë qenë të dara, të shkruara nëpër rasa të burit të ndryshme, nëpër likura të deveve, të deleve, kanë qenë të shkruar nëpër fleta të hurmave, kanë qenë të shkepura andej këndej. E pastaj, kur ka koha do të thotë Hazreti Osmanit, edhe që nga Ebu Bekri ka fillu, pastaj kjo njerë fillimi tubimi i parë, pastaj kohën e Hazreti Osmanit, e tjerë, do të flasim më vonë për ta gjanat, është tubua do të thotë. Do të thotë tubimi është bërja ajeteve me një vend me një mushaf dhe që lidhet edhe me kuptimin gjuhësor, që do të thonë me tubu diçka, me grumbullu diçka. Tara yaqra'u Kur'anin, do të thonë po Kur'anin e merr edhe qëllimin kuptimin tjetër, fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, edhe leximi. Lexim. Lexim lidhet edhe me qiraati thaj, që në arabisht. Kjo është më afër, më origjinal. Ndërsa Kur'an, sikur sa ala wazni fu'lani të gjuhën arabe, ka rregullat e sintaksis dhe morfologjisë, atë shan, dhe më thënë diçka ala wazn siga mubalagha, diçka që lexohet shumë, tregon dhe më thënë diçka që do thotë është tepruar diçka, lexohet shumë nga muslimanët. E çfarë pozitë do të ketë Kurani, çka thash, jetën tonë, pozitën mos flasim për pozitën. Pozita e Kuranit duhet më kon ai udhërofyesi yt, që nga mëngjesi, që nga ai moment kur ti qelisht i syt, deri në mbrëmje ku ti mbyll syt, Kurani duhet më qenë udhërofyesi yt. Alif lam mim, zalika al-kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, ai libri i cili nuk ka dyshim fare në të, hudan, udhërofyes të udhëzim për të devotshmit. Apo punon me Kur'an, apo që jetën me Kur'an, nëse je djalë i ri, se si po qenë, çfarë morali ke, nëse je bab dhe je martuar, se si po sillesh me gruan dhe me fëmijët, nëse je profesor, se si po sillesh me studentët, nëse je imam, se si po sillesh me xhamat, nëse je do të thotë mjek, se si po sillesh me pacient, nëse je kompani, se si po sillesh me punëtor, me mallra. Prandaj secili është i thirrur që Kurani ta ketë imam. Kurani duhet të ketë imam e na xhamat. Kurani përpara, na përmas. Kurani flamurin përpara, na mas ti. Këtë lloj roli duhet me lut Kurani jetën tonë shumë pika shkurtë. Pyetja e radhës vjen thotë kush e ka të drejtën me dhënë fetva, miftiu apo çfarë do hoxhe, cili do hoxhe? Shqipëra, di moderator, kjo pyetje pak larg temës tonë, po s'ka gale, mundem me udhëzuar dëgjuesi në këtë aspekt. Unë ka njerë ata kolegë tonë bili në prezran kur shkojnë në pushime, nuk e di, adin jo habitshëm, po ju vike çudi. Se çudi për të moti kolegë të mi, vallar të ndryshëm, efendiler. Unë nuk kam në jetë mi përsërit që ato derse që ka i bëj flet ju çdo xhumë, për çdo ditë me xhamatin, Allah ju e shpërbleft, ju e xhenetin, po pi me e pritet diçka tjetër. Prandaj unë po tregoj çka po bëjmë në botën akademike, me profesor doktorat, me dietarë të mbajnë për konferenca, në për seminare, kajmakun e lajmeve dhe kajmakun e diturive, hulumtimeve të fundit të botës, o abijue. Që kjo është e borgji. Nuk është borgji, dhe më thëmë me armi përsëritun me fol, duhet të zvaktin me fal, duhet me majtë Ramazan, këta qanat, ju jeni të fol mjaft, edhe besoj që populli i Kosovës i ka dhënë më provimet këtë aspekt, ma jenë të falë shqyqër zotit shumica, me sa tim, normal edhe duhet më falë masovikisht mirë, po Ramazan
xhamati i xhamis të gjithmonë Ramazan, e tjera. E unë po duhet i thati kolegët për mufti, për fetva, na kem probleme me institucionet tona. Na nuk kemi të ecë paralel me institucionet ndërkombëtare të ndërkombëtare. Pse neve institucionet tona fetare çka mujt me pa në qesa vite, edhe po duke bën një komparizim, një krahasim, çka çka është botën arabe, islame, në Malezi, në Brunei, në Katar, në Saudi, të thot, vende ndryshme, ka ku më shkua, të thot, na duhet me institucionalizuar, të thot, këtë çështje. Do me thonë, me pas një komision special për fetvat e xhamatit. Jo çdo hoxh me dha fetva. Jo çdo hoxh me bë telashe, do me thonë, me dha fetva, me plot respekt. Adin kërkoj rigjapi e shokëve të mi, mos më keq kupton, dëgjoni mirë, se jam të folë me editori me ilëm, dhe thot, ti nuk je, do më thënat pozit, me lëshu fetva në emën Bashkisë Islame, apo në emën Kosovës, apo në emën muslimanëve të Kosovës. Kush ka fetva, i drejtohen, do thot, kryesisë. E prandaj, ti je thirrës, ti je hoxh. Çka do më thonë hoxh? Ti je thirrës, daj. Ti je, do të më thonë, fjalë më të buta, më të mira do të me pas, ku shkon ai thirrsi mi thirr krushqit për ndarsëm, akrabat, farefistin. Hajdeni, e kemi darsë me gëzimin ton, ai nuk ju bërtet të tyne, po i thret të thot me një thirrje të butë, të ëmbël, që mi ju përgjegjë ftesës dhe selamit. Ajetet kuranore këtë neve na flasin këtë aspekt, na do të i përzim rolet tona në përxhamia, në përvende, shndrohet i thirrsit në mufti, pi muftijes, do thot kalon rolin tjetër e lun, edhe shkakton do thot një lloj hutie në madh. Kështu nuk veprohet në botën arabe, as do thot kudo që janë institucionet fetare. Këtë e dinë ata. Është Wizara e Levkaf, Ministria e Fesë. Aty është Komisioni Lejnat el Fetwa, Komisioni i lartë për fetva, ka qenë në trojet tona shqiptare, Komisioni i lartë shkencor për tefsirën në Koranit kohën Hafez Ali Korçës, Hafez Ibrahim Dalliut. Prandaj unë thras me themelu komision, këtë fetvat mu arkivua, arkiv dhe më thonë, mu fut, u pranun nga xhamati dhe mu lëshua fetvat mënyrë me numra, me data edhe të ulosura nga komisioni i caktuar. Në atë komision futet një hoxh, çka është i specializuar në tefsir komentimin, një hoxh, çka është i specializuar në hadith të pejgamberit alayhis salam, një hoxh çka është i specializuar në jurisprudencën islame, në fiqh, shariat, një hoxh çka është i specializuar në gjuhën arabe, edhe aty vjen një mbikëqyrës një mentor dhe këshyrës se si do thot i shtjellën fetva çka vjen. Kjo fetva është për hadithologun, kjo fetva është për mufesirin, komentatorën e Kuranit, kjo fetva është për gjuhtarin. Mes vetë ata i koordinojnë punë, edhe pas e kur të japin fetvan, ajo fetva kalon në komision, secili e lexon dhe e miratojnë. Kështu duhet me qëndrua. E prandaj na duhet me bë dallimin e institucionalizimit ose me dallimin mes këtyre gjanëve. Dëgjoni mirë dëgjues të ndershëm. Muftia duhet me lutë rolin e muftisë. I dedikuar për këtë. Kadia, gjykatësi, ai ka obligim tjetër. Ti nuk guxon me nxjerr njerin pi fesë pse ka bën një gabim, e mi thati ti i xhehenamit, ti ki dal pi fesë, ti je fasik, ti je i prish, ti je çafere, ti je kështu, ti nuk je gjyqtar, as nuk je i kualifikuar për këtë punë. As te Zoti, as te njerëzit, as para ligjit. E prandaj na çka pim te imamat, disa shokë të studentët tanë do të që do të thotë tregojnë ekstremizëm, dalin nga koloseke, dalin nga rruga, e nxjerrin dikon pi fesë, pse po pin cigare, pse po pin duhan, po unë tash me zvogluar çështën e duhanit, ose dikush pse e ka rujt mjekrën, ai tjetri pse si ka shkurtu pantollat, ti e kundër sunetit, tu t'ju Zotit, ti nuk je kadi, ti nuk je gjykatës, ti as nuk je mufti, ti nëse je hoxh, një student i krye shkollën, ti ke shërbime të caktuara që ka me kry edhe thirrës, ti je dai, ti je thirrës. E thirrsi, domethënë vetëm thret, me të mirë. Edhe nuk futet llogave, nuk futet tema vanësore që ka si përkasin e është komisioni, është gjykata, është thirrsat islam.
duat ila Allah. Allah i Kur'an ka tha, ud'u ila sabili rabbika bil hikma, thirr në rrugë të Zotit me mençuri, me fjalë të mira. Wal takum minkum umma yad'una ila al-khair. Në të jetë jush një ummet, një grup njerëzish që thrasin e hajër. Umma yad'un. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Jeni ummet më i mirë që keni dalë fytyrë tokës, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Porrani ka mirë dhe pëndaloni ka keqja. Ku jenë tash o xhallar tan? Ky problem është vëllazën, ky problem është në botën arabe, me qel dokumentet dosjet ma keq, shka nuk po nime dhe nuk po shohim këtu. Do thot privat, a institucionet jenë, a privat, po thejnë ligje dhe me thonë, po bon anashkalime. E thras do thot institucionet tona kosovare, Maqedonët, kudo në botë që t'jenë, të themelohet komisioni për fetva, komisioni për çështje gjykatave fetare, komisioni edhe për thirrje, për thirrsa, do thon bën dallim mes da'i, mufti edhe qadhi, si përzi kablat, për shprehje kështu më kuptu, ma mirë këtë çështje. E shkaku i mos respekti, të thon këtyre tre principeve, parimeve fetare që të gjithë kemi studiu, të gjithë ata xhallar që po dëgjojnë në shok apo kemi studiu në për fakultete, i din fort mirë dallimet e këtyre. Gjykata fetare në Medinë, gjykata fetare në Katar, gjykata fetare në Brunei, gjykata fetare në Malezi, jenë gjyqtar special që ka dajnë do të thotë hukmin, ligjin penal për dikan. E jenë pastaj muftilerët kur fillon Ramazani, kur mbaron Ramazani, kur organizohet haxhi qysh, jenë edhe thirrsa të xhallar, vaizat, japin ders për xhamia, ata vetëm e dashurojnë popullin ka Allah, e thrasin popullin ka Allah, në rrugë të mirë, në rrugë të drejtë, me dashur pejgamberin alayhis salam. Prandaj kjo është e këshilla ime dhe eksperienca ime do thotë që pres nga institucionet tona, nga vendet tona, apo kush do në pa hajrin se si funksionon kjo çështje, kështu duhet mos sjell. Jo çdo kush me botelash edhe me fol në më fes edhe me bot dhe me thonë me shkaktua hutina mas. Duhet të respektohen ta qendra, duhet të respektohet zyrtarët, po edhe ata duhet të organizojnë veten. Nuk janë të organizuar në këtë aspekt si duhet, do thotë për këtë çështje. Ashtu. Që isha i qartë çfarë. Patjetër. Një prej pyetjeve të radhës vjen thotë çfarë roli kanë inicialet në disa sure, si për shembull thotë Elif, Lam, Mim ose Kaf ose Kha ose Ja, Ain, Sad e tjera. Shqipre, për këtë çështje normal kjo ka të bëjë me shkencën e tefsirit të Koranit, shkencën e komentimet dhe interpretimet të Koranit. Që thamë në fillim të intervistës, Korani është edhe mrekulli, mu'jize. Mu'jize do thotë me legjislacionin, me ligjet që ka ardhur, mu'jize do thotë me lajmet historike të kaluarës dhe të ardhmes, mu'jize do thotë edhe belaghie, do thonë stili gjuhësor arab. Arabt asaj kohë kur ka zbrit Korani, janë marrë me zanatin do thotë kompozimit të vjershave, të vargjeve, të pozave, prozave dhe poezive të ndryshme. Ama thonë, ka qenë stili asaj kohë, që shtu kanë dalë autorë të ndryshëm, vjershtarë dhe poetë të ndryshëm, për 2 vjetë të bu në për festivalet të ndryshme dhe jenë shty me zveti. Ama thonë, kanë qenë të garat, si me thonë ata shka për qasim shkët garat internacionale. E ka qenë Meka atër suku Ukadh, me thonë qendra Ukadhit, suku Lmiden, i qendra tjetër Lmiden, kanë arë për mideve, gjahiliet para islamit dhe thot, edhe kanë lezu vishat e tyre, poezit e tyre. E kur ka zbrit Korani këtë kohë, këtë vend, këtë periudhë dhe këtë vend geografik, Allahu Gjeleshona ka dashur me bë dhe Koranin mrekulli për ata. Mrekulli, do thotë më dhën Koranin një stil çka ata s'mundën do thotë me i përballu stilit të Koranit. Edhe kështu ka qenë. Prandaj Kurani kur ka ardhur me ajetet, si janë tani për shembull ajetet kuranore,
gjata, të shkurtra, të mesatare, sure të gjata, sure të shkurtra, ka ardhur me këto inicialet në fillim të surave. Gjuhën arabe këtyre i thënë el-huruf el-muqatta'a, shkronjat e kputura. Do thotë vetëm një shkronjë përmendet e fjalisë në fillim të surës. Elif lam mim. Çka do të thonë elifi? Çka do të thonë lami? Çka do të thonë mimi? Kaf, çka do të thonë sad? Çka do të thonë yasin? Çka do të thonë? E këtu komentatorët janë nda disa grupe. Një grup ka thonë nuk e din kuptimin e saktë të këtyre inicialeve, vetëm Allah xhaleshu. Tamam? Vetëm Allah e din. Një grup tjetër ka thonë, jo ka thonë, këtu ka do sekrete. Mujna edhe na me di diçka. Ka mundi me ditë jo grupi i dytë komentatorëve, kanë thonë, gjatë studimeve dhe analizave të ndryshme që e kanë bërë Kur'anit dhe surave, kanë pa që nëse surja ka filluar me sad, për shembull sad, ti që është rasti kaf, kanë pa që çaj shkrojnë, përmendet mas shumëti në atë sura. Mas shumëti. Nga shkronjë krahasim me shkronja tjera. Tamam? Kjo nga grupi i dytë. Grupi i tretë ka thonë, jo. Kjo është një stil arab, do thotë me elokuenca, do thotë me belaga, i thënë arabisht, do me stilit lartë gjuhësor, kur përmendet një fjalë, aty do thotë përmendet fjalia komplet. Si për shembull, ata përmendin tash një prej burimeve të Kuranit, tash të gjuha arabe, poezia arabe, do të thonë, kur na mungon ka ajeti, kur na mungon hadithi, kur na mungon fjalët e sahabeve, komentatori kthehet në burimin e poezisë arabe. E poezia arabe na flet neve gjuhëtarët e pastër, pulluar të arabishtës, deri në shekullin e dytë, do thotë, te vitin 200 hijri. E atëherë janë kohë arab pastër. Tash jemi në 1440. Mas shekullit dytë, 300, 400, 500, 600 dhe qëtashti, mo gjuha arabo përzime gjuhë të huja nuk është në nivel për të argumentuar. Kështu flasin komentatorët e Kuranit. Është fut dobësia, është fut elementi i huaj. Prandaj gjuhëtarët e pastër deri në shekullin e dytë kemi, deri vitin 200 hijri. E ka thënë, nëse përmendet një fjali, një shkronjë, atë do të përmendet fjalia komplet. فقلت لها قفي فقالت قاف. I thash Hasaj, ndalu qifi, në gjuhën femrore, dhe më thënë stilin femror, edhe ajo tha qaf, e përmendi vetëm qafin. Nuk tha iftu, apo të wakaftu, që është një fjali komplet, po zgjodhi nga ajo fjalia komplet, qaf, dhe më thënë undale. Dhe më thënë dikush i tha Hasaj, ndalu, gjuhën arabe qifi, edhe ajo tha qaf, undale. Të wakaftu. Në sekrete që ata cilët kanë shijen e arabishtës i kuptojnë më mirë. Populli normal, xhamati është zor pak mi kuptuar. Ta kuptimi 4, grupi 4 të dietarëve ata është marrë nga çdo fjali kanë i shkruajnë. Ja sin, ja është domethënë mjet thirrës, adatun nida i thënë gjuhën arabe. Sin, ja jo l'insan, o njeri. Një prej kuptimeve të yasinit, o njeri është marrë vetëm sini nga el-insan. El-insan, njeriu, edhe kjo është një stil i arabishtës, dhe më thonë, këto ndikush me thirr dikon, ka emri i tij për shembull, po, fut vetëm një fjali. Edhe kjo është mojiz, edhe kjo mrekulli, e ka kuptimin e vet, e ka të bukurinë e vet, e ka të hijeshin e vet, e kush punon me arabishtën dhe me komentimin e Kuranit, e sheh edhe rëndësinë e këtyre shkronjave, domethënë këto inicialet. Po. Këtë nga Allahu xhaleshan. Po. Shumë pikë të shkurtra do thotë, sikur se elif lam mim, po mbaroj, elifi ka thash një shkronjë për fjalisë Allah, lami prej Gjibrilit, mim Muhammed. Domethënë elif lam mimi është Allah, Gjibril, Muhammed. Edhe ky mendim përmendet në për librat e komentatorëve të Kuranit. Por neve çka duhet me ditë kuptimin saktësisht, qëllimin final e din vetëm Allahu mirë për jetën kohë, në Kur'an nuk ka do thotë diçka pa të kuptueshme. Ma farratna fil kitabi min shay, Allahu thon Kur'an, kur jos kemi lo keq në pas çarim. Ma zalla ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Pa kemi zbritur aty Kur'anin që ti tua bën bejan, tua tregon dhe tua qartëson o Muhammed popullit tënd. Çau ka zbrit.
Prandaj çdo gjë është e komentuar dhe çdo gjë është e kuptuar në Kur'an. Po kuptimin final normal, wallahu a'lam, Allahu di më së miri. Po. Amin. Kështu, pyetja e radhës thotë çfarë roli ka hushuja në jetën individuale, familjare, shoqërore dhe politike në përgjithësi, domethënë. Bre djalë, ky pyetsi tash sigurisht pas ka dhe probleme namaz dhe me të fetërek namaz shumë atë. Pyetje më rëndësi shumë. Hushuja faktikisht është një element kryesor që mungon sot nga zemrat e muslimanëve. Njerëzisht mungon edhe gjatë faljes së namazit. Po kjo kërkohet edhe jashtë namazit me pas. Mirë, po Allahu në Kur'an ka përmend qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar me të vërtetë besimtarët, alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata të cilët në namaz domethënë bëjnë khushua. Çka do të thonë khushua? Me hit është i pak më thellë. Është një nivel i frikës të robit ndaj Allahut xhaleshanuhu. Do thotë, po nëse arrin atë nivelin e frikës, dominon i qetësi tër pjesët e trupit. Domethënë është një nivel jo frika khauf, frika po khushu, ala ma holl, ala ma thell, kur robi lidhet me Allahun xhaleshanuhu, dhe Allahu Akbar kur thot on tekbir, Allahu është më i madh se çdo gjë, se kjo jetë, se biznesi, se pozita, se jeta, se pasuria, Allah është më i madh se çdo gjë që ekziston. Akbar. Atëherë njeri kalon nga kjo ana materiale, edhe futet në atë botë tjetër ku lidhet me Allahun xhaleshanuhu direkt zemra e tij, edhe lartësohet në shkallë të mekamat, i thënë gjuhën arabe mekamat, se me thonë shkallën e ihsanit. Na kemë problem me këta gjonat e mëdrat vllajdashtën. Na pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e sahih, cilën e bën rivajet Imam Buhariu dhe Muslimi, hadithi Xhibrilit i gjatë, kur e ka pyet Xhibrili alayhi salam çka është iman, ka thënë imani është me besu te Allahut, te engjujt e tij, te librat e tij, te pejgamber, caktimin e tij qada qadar, edhe çka vjen te Allahut. Xhibrili thot sadakt. Ja qëllova, ashtu është. Çka është Islami? Me Islam ka dhe Islami është shahadeti, namazi, agjerimi, haxhi, 5 kurset e Islamit. Xhibril alayhis salam Muhammedit sadakt. Ja qëllova, ashtu është. Çka është el ihsan? Është kjo shkalla që na kem problem. Kjo ka thonë është në ta'bud Allah, i bë ibadet i Allahut, ke enneke të rah, sikur se ti me e pa. Fe illem të kun të rahu, se ti nuk e sheh, fe innehu jarak, a i ty të sheh. E njeri kur futët e shkallën e ihsanit, në këtë mekam, në këtë nivel shpirtëror, më të lartë, sikur se me pa madhina Allahut xhaleshanu, krijesat e tij, sikur se me pa të thotë Allahu xhaleshanuhu, atëherë normal që ti nuk mundesh me pa, Allahun s'mundesh me pa, atëherë ti ki kalon në shkallën e khushu', atëherë ty të ka roka jeti, në të vërtet qad aflaha al-mu'minun, kanë shpëtuar besimtarët. Çfarë cilët besimtarë? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, ata cilët bën khushu' në namaz. Na njerëzit do të nisë dhe unë nga ky rob gjunaqare, rob zaif, Allah na fal gabimet. Kem problem me këtë çështje, vetëm ata që i ka dallu Allah, vetëm ata cilët e ka bërë rahmet Allah. Po namaz kur futemi Allahu Akbar, këtë galet e dunjas, namaz na hin. Nëse ki haru kuj kilo qersat e kjerë, nëse ki haru kuj kilo kredit kartë, nëse ki haru nëse ki por me telefon, këtë namaz shejtani ti bje. E këtu kallëzën, më thënë imani jonë, sa është i dopt. Që si jemi me khushu, edhe argument që është i dopt, dhe si jemi të arrit nivelin e khushuës, dhe më thënë, nuk jemi të arrit, atër, japim selam, edhe mas namazit, apet jemi që ta cilët ishin para namazit. Dhe më thënë, namazit nuk ndikon pozitivisht jetën tonë, moralet nuk ndikon pozitivisht jetën tonë sociale,
nuk ndikon me na ndalu nga keqja, nuk ndikon do thot me na përmirësua. Allah i Kur'an po thot inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namazi të ndal nga punë të liga, të këqija dhe haramet. E nëse ti nuk ndash atë dije që pas ke problem me këtë elementin el khushu' të khushus që nuk e ke mri ala apo nuk e ke shiu, nuk e ke kërku ala. Edhe thotë është dhe rëndësi shumë njeri ku ti namaz me bo gjihad me vetë vetën, të gjahid nefsek, dhe me thonë me luftu me vetë vetën edhe mu koncentrua mas shumë ti, dhe me thonë ka namazin, nëse lezën imamin, ngoj imamin, nëse mërë vesh arabishtin, ngoj të këta fjallë që ka për lezën, nëse se mërë vesh, bëri për këthimin lezëje, për këthimin kuptoa, kështu arritet kë niveli, duke u shtru vetë, duke u trajnua. A thot, kanë përmend dietar, sidomos Imam Ibn al-Qayyimi në librin e tij Madarij as-Salikin, a thonë shkallët bejnë maqamat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ata të cilët i besojnë Allah xhaleshana në për këtë nivelet iyyaka na'budu, Allah ty të lutem nga ti ne kërkojmë. To muslimani lufton me shpirtin, lufton me veten, me nefsin, derisa të arrit në shkallën e ihsanit, shkallën më të lartë. E na jemi të luftu musliman, në më thonë, për diagnozojmë çështjen, që s'është rregull, Allah, në më thonë, a je musliman, a je mu'min. Allah do të thotë, jemi të shkalla e parë musliman, ndashta edhe të mu'min besimtar, mirë pa jem në muhsinin apo muhsinun, jo s'jemi, s'ke kena mbrit, akoma në shkallën e lartë e ihsanit, që ti besojmë Allahut sikur se na me e pa. Atë. Në Allah je muslimun. Pse çfarë dallim ka muslimun dhe mu'minun? Edhe arabët, disa arabë kabile gjahile që kanë pranuar fenë islame, kur kanë ardhur në Medinë, ka thënë Resulullah qalet el arab amanna, thanë ata beduint, na besum, ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, ju nuk besut, ju qul qalet el arab amanna kullem tu'minu walakin qulu aslamna, ju s'keni besu akoma, po thoni kemi pranu islamin, musliman jemi. Ana shqiptar sidomos, po edhe shumica arabë, Allah jem musliman, e mos flasim për mu'min, që është shkalla më e lartë, aty këtu, e për ihsan, shkalla e tretë, me arrit nivelin e khushuos, vetëm Allahu kënë ka shpëtu, apo kënë ka darë, se largë jemi të 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 largë. Allah në ndihmoft, arrit vetë nivelin e khushuos. Një pyetje e radhës vjen thot profesori i nderuar, më herët përmendet janë thot disa që nuk din të lexojnë Kur'an. A do thot që të lexuarit apo të kuptuarit është më me rëndësi? Këta janë si me thonë kualifikime apo hallka zinxhiri që janë të kapur lidhura mes vetë. Normal njerë leximi i mesazhit të Allahut kjo kërkohet. Kjo është më vlefshme, më e mira, do thotë kur ti më lexon se po lexon direkt pa përkthyes fjalën e Allahut, mesazhin e tij direkt, gjuhën arabe. Kur ta lexon direkt origjinal, tekstin origjinal nga Allahu, Kur'anin, atëherë kalon shkallën e dytë për me kuptu. Atëherë këtu bëhet nur ala nur, bëhet do thotë dritë për dritë. Po kur nuk din me lexuar, sot pranon koha, se ka vë Allahu kismet. Allah se ke marrë ti këtë me seriozitet, ha? Allah ka fshi dynjaja përpara i utun mas dynjas, mas punës, atër bëli qile për këthimin kuptoha, atër bëli shqip, që ato që ka për lexon, që ato bëli ta di shka e të thonë. Kjo është minimumi. Të kuptuarit është minimumi. Komplet që ka duhet, të lexuarit njerë, pastaj të kuptuarit apo të medituarit, e pastaj të interpretuarit, që folën fillim ligjëratës, të komentuarit, pastaj të vepruarit, e pastaj edhe misioneve do të tjerjes të tjerëve në këtë çka ki kuptuar. Po, edhe dy pyetjet e fundit që kanë mbetur pa u lexuar nga dëgjuesit tanë, njëra nga pyetjet thotë i nderuar profesor, deshtem të dim sipas jush
cila është vlera e të lexuarit Kuranit në gjuhën shqipe për ata që nuk e dinë ta lexojnë. Edhe tjetra është a është e njëjtë të lexuarit në gjuhën shqipe dhe të dëgjuarit nga audio ose video incizimet. Shif, alhamdulillah, dini islam është feja islame, o lezër të ndërshëm, do që t'jeni, o motra të ndërshme, nuk ka me fejën islam. Lumë që je musliman, duhet me thonë 1 milion herë në ditë, që çdo punë që ka bënë bile edhe me nijet, edhe hiç ka bënë, vetëm niyetin e mirë bënë në zemër, ti ki më marrë shpërblime. E më le edhe me lexu ti Kur'anin gjuhën arabe apo shqip. Nëse s'mundesh gjuhën arabe tash me lexu, me mësu, që një shkrojnë është barazim me 10 sevape, atëherë bile shqip. Edhe aty ki shpërblim. Edhe aty ki sevape me izën Zotit Xheleshan, s'ke të lexu librin Allahu Xheleshan, të lexu komentet që po sillen rreth fjalës së Allahu Xheleshan. Prandaj pa dyshim se on sevapi i madh, se on shpërblimi i madh, edhe duhet me pas një program të ditor për veten tënde që ditë minimum ti me lexu ka 4-5 faqe Kur'an. S'po them më shumë, po ka 4-5 faqe për kthimin shit. Çdo 3-4 muaj bili një herë me lexu këtë Kur'anin. Se ku ta lexon ti Kur'anin, edhe afrohesh më nga minimum sidomos kuptimet s'ka është me një koment të thukt apo për komentin e Haxhi Sherifit rahmeti pas shpirti, të thot ti e ndryshon zemrën tonë, ndryshon mendimin tonë për Kur'anin. Ndryshe ki me pas impresionet tua shpirtërore ndaj Kur'anit. Ama kur ti nuk e prej Kur'anin me dorë fare, vetëm të premteve me ligjëratat e hoxha apo të xhamia, atëherë normal edhe nuk qysh me dashje, nuk je afër ndaj Kur'anit. Apo ta bën program, për çdo ditë me lexu, pas namazit, para xhumit, herët të qohesh, do thotë e kam sikur se 3 herë ditë që ushqehem, ashtu edhe me Kur'an, shumë është problemi i madh. Edhe nëse e don ti Allahun për një me, që nga sonte duhet më janis me bismillah, me startu jetën tënde me qel, nëse s'ki kokit Kur'anit original, alhamdulillah, qile internetin, qile website-et, për kthimet i ki tvquran.com, i ki edhe me ndëgju audio, me të leximet hafëzlar të ndryshëm, që janë shumë sevap. Po, bënë një shprin telefonat ashtë aplikacionet të ndryshme të kini, mishti bebe të gjumë me Koran, vetës me lëshu Koranin në kërë, për shkën në gjumë, për rinë për qef, hafëzlar të ndryshëm, nga anë e mbanë bota, prandaj, vetëm apo doni në xhenet me hi, apo doni të thotë kënaqësinë Allahut me fitu, se tregu është gati. Tregu është gati, s'po din arabisht, dëgjo arabisht, dëgju, edhe pse s'merr vesh, po shumë shpërblim kije. Po nëse nuk do më ndëgju, mjaft ke ndëgju sot, ke ndëgju surët al-Baqara, surët Ali Imran, atër, hajde ta lexoj bismillah. E kështu muslimani do thotë jeton, herë dëgjon Kur'an, herë lexon vetë kupton, herë shkon te dietar, i pyet dietar çka s'merr vesh diçka. Kështu do thotë që në jetën dinamike me Kur'an që në fillim apelova, që na kena një interpretim dinamik të Kur'anit të jetën tonë. Po. Dhe pyetja e fundit, thot ne kemi thot disa prej përkthimeve të Kuranit në gjuhën shqipe. Sipas mendimit tuaj, a ka nevojë për ndërhyrje duke pasur akoma material për ta pasuruar përkthimin në gjuhën shqipe, apo është mjaftueshëm i sakt përkthimi në shqip? Shef, pra ka nevojë për ndërhyrje, kjo përgjigje këtu ndahet në 2 grupe. Normal ka nevojë për ndërhyrje nëse ata të cilët e lexojnë janë profesionalistë, janë dietar, profesor doktora, janë hoxhallar që kanë studiuar arabisht në gjuhën arabe, janë edhe një tefsirin, komentimin e Kuranit, gjuhën shqipe njohin mirë, atëherë ata e bëjnë një studim analitik dhe e kthyen për kthyesi, mos i ka ik diçka, mos ka lënë mangu diçka. Ama kjo është obligimi i ulemave, dietarëve. Ndërsa masa thjesht, masa përgjithshme, xhamati përgjithshëm, aty s'ka nevojë me filozofu apo më lodh, ai do thotë
beson dietarëve, ju beson do thotë xhallarëve, edhe nuk do thotë nuk e ka për obligim të më bëj diçka. Vetëm nëse shef diçka shumë gabim të madh, aptazi, ju ka shkutu nga një gabim teknik, atëherë me plot respekt afrohet në një qendër të një vakufi të dikon, edhe dhe që të kemi vërejt edhe ata marrin masa. Nëse flitet për njerëz specializuar, njerëz profesional, njerëz që të me rikomentuar Kur'anin, domethënë frymën ekipore, ekip apo dikush individualisht dhe i plotson kushtet kualifikimet, çka kemi përmendur na do të punimet tona aty në website i keni disa libra dhe meditimet e Koranit dhe komentimit, atëherë pra ata është një obligim tjetër, ata dërhyjnë, ata përmirësojnë, ata shtojnë si mbas aftësive që i kanë. Nderuar, këto ishin pyetjet nga dëgjuesit tanë. Ne duke ju falenderuar për pjesëmarrjen sonte në program, do ta lexojmë edhe një pyetje të dëgjuesit, e cila ka të bëjë me pikërisht me radion. Do ta ka a do të na vish edhe në emisione të tjera, do që të jesh të paktën i rregullt një herë në javë si ligjeruesi i tefsirit në valët e radios. Po inshallah bre, inshallah lutem Allah xhaleshanu më na dha shëndetin, më na dha bereqet në kohën, e kemi nderin dhe kemi obligimin. Inshallah nëse jemi shëndosh rahat, do të mundomi mi ju përqendru, do thot minimum këtyre takimeve javore, do thot të fushën e Kuranit dhe tefsirit të shqiptarëve. Inshallah, me izin të Allah xhaleshanu edhe ju lutuni për neve, edhe ne për juve. Inshallah na premton koha dhe shëndeti dhe kemi bereqet, pa dyshim, kemi nderin e kemi. Le të jetë kjo nata e parë, nata bereqetshme inshallah. Edhe e falenderoj vëllain në shpëtimin, po edhe juve, edhe të tjerë që na ndëgjojnë anën ban diasporës kudo që të jenë. I falenderoj sinqerisht. Ju lutem hyni në website edhe i keni gratis, shkepni ato libra, merrni, udhëzoni të tjerët. Allah ju udhëzot. Inshallah Allah i knaq, inshallah Allah i dëleshon, ju ruan nga çdo e keqe, edhe ju edhe neve. Jemi të kënaqur dhe jemi të privilegjuar në takimin e sotëm. Amin. Po patjetër edhe ne do të përpiqemi që në rrjetet e tona, qoftë në web faqen e radios, ashtu edhe në fanpage-et në Facebook, të shpërndajmë web faqen tuaj dhe njerëzit të kenë, të gjithë dëgjuesit të kenë qasje dhe të marrin materiale nga ajo faqe. Ndërsa disa audio tona do në YouTube me titra shqip të thot incizimet e sureve që kemi incizuar për ata fillestar që dojnë hafëz pik Hayreddin Hoxha keni edhe aty edhe prandaj kemi nderin e këtij rrugë. Patjetër. Mirë, për sonte besoj kaq do të ishte. Unë ju falenderoj shumë në emrin tim personal Avni Lugiqi dhe në emër të stafit të radios Dituria Islame dhe ju përshëndes me selamu aleikum. Zoti qoftë me ju dhe mëshira e tij qoftë mbi ju dhe familjen tuaj, e juve atje punë të mbar dhe gjithë shqiptarëve andej që studiojnë dhe që janë profesor të nderuar, ju dëshirojmë suksese dhe arritje sa më të mëdha. Amin, ja Rabbi, faleminderit edhe juve, Allahu ju shpërblet, ju rujt. Amin. Inshallah shihemi apo dëgjojmë në emisionet më të tashme. Inshallah. Selamun aleikum. Aleikum selam. Miq të dashur të nderuar dëgjues të radios Dituria Islame, kemi qenë në transmetim të drejtë për drejtë me hafëzin e Kuranit Hayreddin Hoxha. Dhe kemi trajtuar me vërtet çështje interesante të temës pikërisht Kurani dhe shqiptarët, ka qenë një trajtim i kësaj teme në këtë program të sonte dhe ne këtu po përmbyllim këtë transmetim për të gjithë ju që na dëgjuat nëpërmes valëve të radios dhe në YouTube. Dhe ju ftoj të bashkoheni edhe në programe të tjera. Nesër mbrëma do të jemi sërish së bashku nga ora 20 dhe çdo mbrëmje nga ora 20 transmetimit të drejtë për drejta. Ndërsa për sonte kaq ishte nga unë Avni Lugiqi dhe nga mbar stafi i radio dituriaislame.com, ju përshëndesim dhe ju ftojmë në
transmetime të tjera. Deri në takimin ton tjetër, mbesni në mëshirën e Zotit. Natën e mirë. Po i them do fjalë